Zona e qafthores në aksin Bog-Theth është rihapur për qarkullimin e automjeteve, pasi u bllokua një ditë më parë si pasojë e rënies së ortegëve dhe prezencës së konsiderueshme të borës në rrugë. Bllokimi i këtij segmenti rrugor u regjistrua që nga e njëjtja, duke pamundsuar lëvizjen e automjeteve për shkak të rreshjeve intensive të borës dhe ortegëve të aktivizuar gjatë natës. Mjetet borë pastruese kanë punuar pa ndërprerje në zonë, duke bërë të mundur largimin e sasive të mëdha të borës dhe rikthimin e qarkullimit në këtë aks të rëndësishëm për zonën turistike të Thethit. Megjithatë, autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve që të tregojnë kujdes maksimal gjatë qarkullimit, të jenë të pajisur me goma dimërore dhe zinxhir, si dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme për shkak të kushteve të paqëndrueshme atmosferike. Ndërkohë, sipas informacionit të përditësuar nga strukturat e mbrojtjes civile për territorin e qarkut Shkodër, situata paraqitet e qetë dhe pa problematika madhore. Në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Puk dhe Fusharës, strukturat përkatëse nuk kanë raportuar situata problematike apo emergjenca të shkaktuara nga moti. Sa i përket furnizimit me shërbime bazë në nivel qarku, furnizimi me ujë të pishëm dhe energji elektrike vijon normalisht dhe pa ndërprerje. Në akset rrugore, sipas të dhanave nga DRV Shkodër dhe kontraktorët e mirëmbajtjes, në segmentet Qaf Mali Fjerz dhe Hadroj Qaf Bene, qarkullimi kryhet vetëm me goma dimërore ose zinxhir, ndërsa në aksin Bog-Theth, edhe pse qarkullimi është rikthyer, mjetet e mirëmbajtjes ndodhen ende në terren në zonën e Qafthores dhe vijojnë punën për pastrimin e borës së depozituar nga ortekët dhe garantimin e sigurisë rrugore. Nga ana tjetër, sipas drejtorisë së ujitjes dhe kullimit Lezhë, pas rreth 5 mm rreshje shiu në 24 orët e fundit, në infrastrukturën e kullimit dhe të mbrojtjes nga përmbytjet nuk raportohen probleme.